Mirëmëngjes me një apo 2 minuta vonesë, sepse kishte një hezitim për t'u lidhur Facebooku. Ju përshëndes të gjithëve, uroj të jeni mirë. Unë jam mirë. Jemi në një moment të mirë reflektimi. Kemi punuar dhe punojmë çdo ditë intensivisht për të projektuar në mënyrë tani më të detajuar në bazë të një kalendari hapash dhe punësh mandatin e 4, por ndërkohë ecim në mënyrë shumë intensive me negociatat. Kemi lajme të mira nga fronti i negociatave. Urojmë dhe shpresojmë dhe besojmë që së shpejti do të marrim lajmin e hapjes një tjetër grup kapitush dhe sipas ambicjes dhe planit të hapim pastaj dhe grup kapitullin e fundit në mënyrë që t'i kemi të gjithë grup kapitull të hapur. Në ndërkohë, samiti i komunitetit politik evropian ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm, fantastik do thosha, pa bërë asnjë egzagerim. Jehona e cilit në korridoret e politikës evropiane vazhdon. Në ndërkohë kemi filluar punën për summitin e NATO-s. Në dukje ka kohë, por në fakt kjo është mënyra se si punohet për summitet e NATO-s. Fillon puna 2 vjet përpara dhe faktikisht pasi ka ardhur grupi i inspektimit nga qendra e NATO-s në Bruxelles për të parë të gjitha opsionet dhe për të inventarizuar të gjitha kushtet dhe mundësitë e infrastrukturës, mikpritjes, logjistikës e kështu me radhë. Topi është në fushën tonë për të shkuar përsëri në qendër me një master plan të përgjithshëm të organizimit. Në ndërkohë, jemi në një diskutim së fundmi për të sjellë në Tiranë, në Shqipëri, por 95% në Tiranë, sepse jemi duke diskutuar edhe Durrësin e Vlorën si opsione, edicionin europian të Globe Soccer Award, pra të çmimit të globit futbollit. Është një eveniment i jashtëzakonshëm i cili mbahet në mënyrë të përvitshme për sa i përket edicionit vet global në Dubai dhe për edicionin europian organizatorët janë në një diskutim me Madridin dhe me ne këtu në Shqipëri. Kemi shumë arsye të besojmë që zgjedhja do të bjerë mbi ne dhe do jetë fantastike që për shembull çmimin e futbollistit më të mirë të vitit nga Globe Soccer Lamine Yamalit fjala vjen t'ja japin këtu në Tiranë. Në ndërkohë po punojmë edhe me Padel International, është një tjetër aktivitet i jashtëzakonshëm
që ka një mbulim të jashtëzakonshëm mediatik në të gjithë botën, që është aktiviteti i padelit, Padel International, dhe po punojmë që të sjellim në Shqipëri një edicion të tij. Sigurisht që këto janë aktivitete që do të ishin të paimagjinueshme deri jo shumë vite më parë që zhvilloheshin në vendin tonë. Dhe sigurisht që arsyeja pse tani më vendi ynë mund t'i imagjinoj, po nga ana tjetër propozimet po na vinë edhe vetë në një farë mënyre, është jo vetëm diçka kuptim plote, por është diçka shumë domethënëse dhe shumë e vlefshme për gjithë agjendën tonë të transformimit, për gjithë agjendën tonë të konsolidimit të pozicionit të ri që Shqipëria ka marrë në arenën ndërkombëtare, për gjithë agjendën tonë të zhvillimit të turizmit dhe të ekonomisë dhe për të gjithë agjendën tonë të rritjes cilësisë dhe të volumit të investimeve të huaja në Shqipëri, ku kemi lajme shumë të mira të cilat do t'i ndajmë hap pas hapi, kur edhe gjërat të marrin një formë më konkrete. Por jemi në diskutime me një sër entitetesh të mëdha ndërkombëtare edhe në fushën e zhvillimit ekonomik, të turizmit, të teknologjisë, të inteligjencës artificiale. Dhe në ndërkohë, për të kaluar nga diçka e përgjithshme dhe nga këto gjërat e mëdha në buj, tek diçka më modeste në dukje, por shumë domethënëse dhe shumë e nevojshme në jetën e përditshme të vendit, për sa i përket fëmijëve, për sa i përket më të rinjve, dhe konkretisht për sportin në shkolla, sikundër kemi folur edhe gjatë fushatës, do të shtrim aktivitetin sportiv në shkolla, do të kalojmë në disiplinat të tjera, pasi kemi konsoliduar më së miri volejbollin dhe basketbollin për femrat dhe meshkuj në faktikisht të gjitha moshat e arsimit parauniversitar. Do të punojmë për të krijuar hapësira për talentet, për disiplinat e tjera. Disiplinat të sportit individual, nga sportet e mundjes apo të përshëngritjes, tek shahu, dhe duke kaluar edhe përmes gjimnastikës, për të cilën do të hapim një kapitull të ri besoj së shpejti, fal bashkëpunimit me një star shqiptar, një djalë i ri, jashtëzakonisht pasionant, emigrant në Republikën Çeke, i cili së bashku me një grup ku ka edhe shqiptar të tjerë në dijenin time, zotron klubin më prestigjos të gjimnastikës në Republikën Çeke, klubin SKH, i cili është themeluar në vitin 1894, ka një kompleks sportiv fantastik në qendër të Pragës, me palestrat e gjimnastikës, dhe pikërisht sot mbas këtij komunikimi ne do të kemi një diskutim më të thelluar në Zoom për të sjellë këtë palestër
prestigjioze dhe të mirënjohur në të gjithë ish Europën lindore, ku edhe janë prodhuar gjimnast kampion dhe gjimnaste kampione të niveleve më të larta olimpike botërore në Tiranë, fillimisht në Tiranë, dhe për ta përdorur këtë palestër si një fidanishte të kultivimit të talenteve në fushën e gjimnastikës, ku kemi shumë për të bërë, por edhe si një destinacion për të shtrirë sportin në shkollë edhe në një disiplinë të bukur, sfiduese, por shumë ndihmëse për shëndetin edhe për psikologjinë e fëmijëve, siç është gjimnastika. Po ashtu, me Bashkinë e Tiranës do të çojmë përpara një projekt transformimi të kompleksit sportiv tek Parku Olimpik. Ka një masterplan zhvillimi ku faktikisht kemi sot Federatën Shqiptare të Futbollit, kemi fushat e bukura të ndërtuara nga Federata Shqiptare e Futbollit për ekipin tonë kombëtar, kemi qendrën sportive të lojrave me dorë, sallën Feti Borova, dhe aty ku kemi aktualisht kompleksin e pishinave, do të kemi një shtrihje të mëtejshme të planit me rikualifikimin e vetë pishinave dhe me element të tjerë ndihmës për ushtrimin e disiplinave sportive. Po ashtu, në së shpejti do të nis puna për 2 komplekse të mëdha dua të luaj në Fier dhe në Vlorë. I përmend këto të dyja sepse janë ndër më të mëdhat që kemi bërë deri më sot. Kujtoj këtu kompleksin e bukur të Lezhës dhe të Beratit, i cili i ka kaluar dhe kufijtë e Shqipërisë në aspektin e shëmbulltyrës urbanistike që ka, dhe është publikuar edhe në faqe prestigjioze të urbanistikës dhe të arkitekturës në rrjetet sociale jashtë vendit. Kështu që me vazhdimin e punës për komplekset dua të luaj, do të rrisim hapësirat për fëmijët, të rrisim hapësirat për më të rinj, për të zhvilluar aktivitete fizike dhe për të socializuar rreth aktiviteteve fizike, një nevojë e madhe dhe e rëndësishme për shëndetin e fëmijëve. Fëmijët dhe rinia do të kenë një vend shumë të rëndësishëm në gjithë kalendarin e mandatit ton të 4-të, dhe jam shumë optimist që duke ecur paralelisht në të gjitha këto kursi për cilat fola paksa, do të kemi një buqet goxha do me thënë se arritjesh të tjera në zhvillimin e mëtejshëm dhe në europianizimin dhe më në fund në integrimin e plot të vendit në Bashkimin Evropian. Shpëtim alla thot gjallë është ky. Po, gjallë jam më shpëtim. Luli është gjallë, se unë gjallë jam. Këtu kemi disa pyetje. Njëri më pyet se a kam do pak seder
se e kam dënë rrugëve, nuk e di për qarë. Është fjala Oram nuk kupton populli shqiptar ty më mirë dhe më shumë se sa mua më kupton populli shqiptar, për i vërtetës nuk mund të pretendohet, edhe është arsyeja më binse dhe kuptim plot e krenarisë për mua që pikërisht populli shqiptar më kupton më mirë dhe më shumë se sa edhe ç'mund të pretendoja, duke më inkurajuar, duke mbështetur dhe duke më dhënë 1001 arsye që ti qëndroj besnik edhe të bëj të pamundurën për të bërë sa më shumë për këtë vend edhe për njerëzit e këtij vendi, fal pikërisht besimit, mbështetjes dhe pushtetit që buron pikërisht nga ky popull, i cili ja u kam thënë të gjithë atyre që e marrin lehtë, ja u kam thënë të gjithë atyre në të gjitha nivelet, përfshirë edhe miqve këtu në këto rrjete sociale, që është i popull që t'jep ujë mbi shtlugës, kështu që kush e merr lehtë bën një gabim shumë të madh. Shumë të madh. Bën një gabim aq monumental sa që mjafton të ndiqni të tjerë gjatë këtyre ditëve se në çfarë drejgjeje mendore janë ka ndisur për të kuptuar që çfarë të ndodh po e morë lehtë këtë popull. Si mund të aplikojmë për paketën e maleve, pyetja shumë në vend. Faktikisht kemi folur më larg se dje në kabinet për një fushat promocioni dhe informimi të sakt për gjithë zinxhirin e aplikimit. Ashtu si kundër kemi lënë të organizojmë edhe një ditë intensive bashkëbisedimi me një grup protagonistësh të zhvillimit rural, fermer, grumbullues, agropërpunues, eksportues, po ashtu edhe akademik për të pasur një proces dëgjimi të kujdesshëm të ideve, të sugjerimeve, të vërejtjeve, të opinioneve të tyre, në mënyrë që në projektin që kemi për mandatin e 4 për bujqësinë, zhvillimin rural të fshatin, të marrim në konsiderat aspekte që vijnë drejt për drejt si nevoja praktike dhe si konstatime të jetës reale e njerëzit e tokës. Dhe po aty do të kemi një pikë të diskutimit që do të lidhet edhe me pikërisht zhvillimin e mëtejshëm të agroturizmit, ku përfshihet patjetër edhe paketa e maleve. Më tutje kam pasur disa pyetje në fakt për plazhet publike. Çdo vit e më vështirë të bësh plazh në Shqipërinë tonë, jo në fakt e kundërta është e vërtet. Çdo vit kemi ardhur duke vënë më shumë disiplinë, duke krijuar më shumë hapësirë për të gjithë
në sensin që plazhet nuk mund të jenë në asnjë mënyrë ekskluzivitet i atyre që kanë mundësi apo duan që të shërbehen në hapësira të administruara privatisht. Dhe mbi të gjitha plazhet duhet të ofrojnë mundësi për ata që duan të jenë tërësisht të lirë dhe tërësisht të pa cënuar në të drejtën për të marrë kënaqësinë e tyre nga një aset publik, duke shfrytzuar hapësirë tërësisht publike dhe faktikisht plani që do të zbatohet, të filloj zbatohet nga ky vit është tejet ambicioz dhe ka një ndryshim radikal nga vjet. Dhe ne jemi duke e ndjekur sa po ka filluar, sepse nuk jemi akoma në momentet e pikut të sezonit, kështu që ri i qetë do kesh në të gjithë territorin, në të gjithë vijën mbretërore hapësira për të bërë plazh pa pasur nevojë ti kërkosh askujt asgjë, nëse do të qëndrosh thjesht dhe vetëm me veten, me këto zemra edhe me diellin mbi kokë dhe me detin përballë. E po shqyqyr, thotë që u zgjove pas zgjedhjes, se për ditë këtë muhabet kishe, fol pak për reforma që të bësh për njerëzit e thjesht, se njerëzit kanë ikë jashtë për një jetë më të mirë. Tani këto muhabete unë mendoj që duhet i lëm pas, sepse janë muhabete që i kemi bërë dhe stërbërë. Për sa i përket zgjimit tim, ri i sigurt që unë i zgjuar jam në kuptimin ri zgjuar se kështu më takon në fakt. Deri kur ti bie të flesh dhe zgjohem përpara se ti zgjohesh. Dhe pikërisht sepse e ndjej se këtë detyrim kam, pavarësisht nëse ti më ke votuar ose jo, unë jam këtu për të shërbyer të gjithëve edhe ty. Kështu që këtë mos ma ki fare merak. Nëse do ndonjëherë të më qash hallin, më qaj hallin që për periudha të tëra nuk më zgjumi fare, për shembull. Nuk të kërkoj të ma qash, por nëse do ti me zor të ma qash hallin, ma qaj për këtë pjesë. Dhe përsa i përket reformave për njerëzit e thjesht që mbajnë familjen, e vërteta është që të gjitha reformat në fund të ditës vetë qeveria dhe qeverisja e çojnë, janë për ta çuar ujin pikërisht në atë mulli, nëse mund ta them kështu. Dakord? Dhe përsa i përket njerëzit kanë ikë gjithë jashtë, jo nuk kanë ikë gjithë jashtë, ka që kanë ikur jashtë, ka që kanë zgjedhur të qëndrojnë tu, ka që sot po ikin, ka që sot po vinë, jemi në një botë krejt tjetër nga ajo ku ishim kur na kishin mbyllur në një bunker. Bota është gjithmonë më e vogël, kështu që është liria e secilit të lëviz dhe askujt nuk mund t'i themi pse po lëviz dhe pse po kërkon diçka tjetër dhe pse po kërkon tani dhe nuk po pret ta kesh këtu nesër. Jemi shumë qartë se u bëm bajat me këtë diskutim përsëritur në pafundësi. Zoti Rama, kryeqyteti dhe banorët e tij kanë rrëdhur parqe dhe përkulla futuriste. Tirana nuk ka kinema, nuk ka teatr, nuk ka muze, nuk ka cirk, nuk ka parkime, në zuri frymën betonit ka trahuar trafikut dhe ato mini parqe me disparate bunkura dhe kushtu tartan. Tirana ka kinema, që ta fillojmë nga kinema. Tirana nuk ka kinema, jo, Tirana ka kinema. Dakord, edhe nuk ka një, por ka disa kinema. Informohu, i gjen kollaj dhe shko shiko filma në kinema nëse ke dëshirë të shkosh në kinema. Si fillim. Tirana ka teatr. Jo nuk ka, po ka teatr. Informohu dhe ke shfaqje teatrale që mund të shkosh dhe mund të ndjekësh, ndërkohë që po ndërtohet dhe teatri i ri kombëtar në Tiranë,
aty ku ishte karikatina e vjetër e teatrit pseudo-kombëtar. Tirana ka muze, jo nuk ka, Tirana ka muze, dhe ndërkohë jemi duke ndërtuar galeri kombëtare, duke bërë shtesën e domosdoshme për galerinë kombëtare që do të jetë tërësisht e transformuar. Jemi duke rindërtuar muzeun kombëtar që do të hapet dhe të jetë tërësisht i transformuar. Jemi duke punuar së bashku me Bashkinë e Tiranës për një muze tjetër në Tiranë për etnografinë dhe artin islam, artin e periudhës islamike, artin islamik. Jemi duke punuar për muzeun Besa, po në Tiranë. Kështu që më duket se Tirana ka edhe muze dhe do të ketë edhe më shumë muze. Jemi duke, është në kantier qendra e re e artit dhe kulturës bashkohore në Petrel. Jemi diskutime për të marrë një muze të madh evropian këtu në Tiranë. Pra, Tirana ka muze. Nuk ka cirk, jo, cirk nuk ka. Është e vërtet, ose më saktë ka një cirk i cili ka nevojë të ri konceptohet e kështu me radhë. Parkime Tirana ka dhe do të ketë ende më shumë, jemi duke punuar për parkime të reja, por Tirana ka një sër parkimesh nëntoksore moderne, të cilat nuk i kishte më parë. Nuk e di pse ty të zë frymën Tirana, ndërkohë që të gjithë atyre që vizitojnë Tiranën, Tirana ju nxit fjalët më të mira. Dakord? Tirana ka probleme, patjetër Tirana ka probleme sepse është një kryeqytet që zhvillohet ditë për ditë. Për sa i përket atyre mini parqeve që i doni dhe i kërkoni, është shumë e drejtë që i doni dhe i kërkoni, por kur shikoni që në ndonjë rast ndërtohet aty ku ju doni një mini park, keni parasysh që ka prona private. Janë të drejtë edhe pronarëve. Pra nuk është se ti shef një hapësirë atje dhe thua hajtë se po i hymë dhe po i bëjmë, sepse ajo hapësira ka pronar. Në ndërkohë që jemi duke punuar me Bashkinë e Tiranës për një plan të ri të pastrimit të të gjitha hapësirave brenda lagjeve, nga të gjitha llojet e zaptimeve, duke filluar nga një zaptim i tmerrshëm dhe i patolerueshëm me trar dhe me marrje dhe dhënie biletash për të parkuar makinën, sepse dikush thot unë kam një pronë këtu. Nuk mund të kesh ti një pronë aty dhe ta përdorësh pronën si të duash, duke i vënë traun qytetarëve që jetojnë në një blok banimi. Pra Tirana ka probleme, por Tirana nuk është për të thënë deri kur kështu. Tirana është për të thënë sa më shumë kështu. Dakor? Ju falenderoj shumë. Do të jemi përsëri në kontakt patjetër dhe kjo edhe për të thënë që atyre që më thoshin këto sy më sy t'i ke sa për sy e faljes se është fshata dhe ti do shdukesh se shohim më me sy, ja ku jam, sy më sy dhe do vazhdojmë të qëndrojmë sy më sy për të komunikuar gjëra që nuk ja u komunikojnë kanalet dhe portalet që janë të zënë me probleme të tjera që juve nuk ju interesojnë, por ja që atyre ju pëlqejnë ti sjellin vërdall në gojë më gojë, vesh më vesh, dhe për të komunikuar duke ju dhënë përgjigje për interesimet tuaja të natyrave të ndryshme. Shumë faleminderit.